Silvino ka bërë diçka të jashtëzakonshme me kombëtaren, na ka dërguar në Europian, play-off botërorit, pati një moment shkëlqyer duke pasur performanca të nivelit lartë në prezantimin e tij të parë në fushatën kualifikuese të Europianit. Ishte diçka e jashtëzakonshme ajo që bëri duke mposhtur ekipe shumë të forta si Polonia, Çekia, që gjithmonë kemi pasur shumë të vështirë përballë tyre. Më pas pati një rënje në ligën e kombeve, një zhgënjim ishte ky kompeticion, bëri diçka të madhe në kualifikuesit e botërorit duke shkuar deri në play-off, ndërsi le të themi, ajo se çfarë bëri Silvinho ishte shumë pozitive me ekipin kombëtar. Trajneri i ri italiani Maran është një zgjedhje e presidentit Duka, ka një eksperiencë të madhe në futbollin italian, ka drejtuar për një dekadë në Serie A, në elitën e futbollit italian, sigurisht ka pasur skuadra mesatare, por ka një eksperiencë të madhe, diçka që Silvinho nuk e kishte, dhe mendoj që do të bëj një punë të mirë pavarësisht se ka patur skepticizëm për afrimin e tij dhe mendojnë edhe tifozët, ka pasur kritika, skepticizëm edhe tek një pjesë e opinionit sportiv, por mendoj që Maran do të bëj mirë në ekipin kombëtar. Sigurisht kualifikimi në ligën B të kombeve është një objektiv minimal dhe i arritshëm për kombëtaren ton, por edhe kualifikimi në Europian, i cili mbetet prioritet.